keqe në pamje të... Se ne në fund të fundit nuk është se e bëm, edhe vetë sistemi, demokracia liberale ka dyshime sot, se çdo gjë mbaron, jeton, dhe mbaron. Ka dyshime për ata që e themeluan, që e krijuan, jo më për ne. Ne se bëm asnjë ditë këtë sistem vlerash. Sistemin që demokracinë liberale ne nuk e bëm asnjë ditë. Ne bëm një karikaturë. Ku del, për shembull tani, si të gjithë, po themi doktori, po ai ishte përfaqësuesi. Doktori është. Shumë më kujtohet mua kur merrja fëmijët e mi dhe shkojnë, thash doktori Ylli, hajde pak të diel, ishe diel. Dhe unë do ikën Durrës, po merrja dhe 2 fëmijët me vete që thash dhe doktori tani është pushim. Dhe vazhdonim që atëherë mbaj mandat të vejit fare njerë nga fëmijët e mi e zuri gjumi aty, duke folë doktori për Hungarinë. Se do ikën në plazh, ishe diel. Dhe pastaj vazhdon, ata janë rritur shumë, në për 30 vjeçë. Dhe prapë është doktori. Të ky sistem. E drama që do rrit tani duhet dhe ky pas vdekjes. Në njëri që ka ikur, po a iku se ashtu ishte, Fatosnano, ndonjë ca kohë iku kështu, ose për shembull ke vënë redi Fatmiri që nuk aty do ri, nuk ikën kurrej, Partia Republikane thot. Edhe ri bën dhe fotografi në Amerikë, i sill këtu, i tregon ne, i shohim ne të gjitha këto fotografi. Të gjithë kanë ato, partitë e tyre janë të njëjtët njerëz ata. E kuptoj, pra Edhe 20 vjeçarit Yllit nuk do t'ja ofroje këtë jetë, në qoftë se do ishte biset tani. Kur, sepse është gënjeshtër. Vjen keq. Por njeriu është i gjallë dhe do të jetojë, nuk do të ikë. Patjetër, edhe nëse do takoj Yllin 90 vjeç sot, çfarë do t'i thoje? Shumë dhe se tani nuk e dihet kjo punë. Jo, po do jetë. Nuk e di. 90 vjeç, di thosha mjaft tani, ik. Sigurisht e prova. Këtë do t'i thoje? Po. Po se ka një kufi tani. Në punë do kemi kurej, pas diskutim, se pasaj berë si këta të politikës, po edhe këshu fizikisht, dhe këshu do i thosha tani mjafton tani, se janë të tjerët, mjafton. Miq, ka media miq të vërtet? Miq, ke? Në këtë profesion, flas media. Pak. Shumë pak. Shumë pak. Më shumë se miq edhe njerëz të vërtet. Shumë pak. Po miq quhen këta, njerëz të vërtet, që përpiqen të jenë të vërtet. Pak.